Qytetarët e Kukësit që në orën 7 të mëngjesit u janë drejtuar qendrave të votimit. Sipas informacioneve, deri në orën 2 në qendrën e votimit numër 645, pjesëmarrja ka qenë deri në 25%. Kryetari i qendrës së votimit numër 645 tha se ky proces ka vijuar normalisht dhe pa probleme. Dita tani ka shku shumë qetë, nuk kemi pas asnjë problem. Pjesëmarrja është e ulët, për shkak se kjo zonë qendra e votimit ka shumë shpërndar, nuk janë gjithë banor qytetit, gjithë shka është në rregull, presim vjen më shumë. Deri tash kanë votuar 240 votues, nga 925. Edhe qytetarët bëjnë thirrje për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. Duhet me votu, pavarësisht se njerëzit kanë mendimet e veta, jo nuk shkoj se çka kam ti voton pa çfarë dënë të bën. Kishte ndonjë problem me procesin e votimit? Jo, asnjë problem. Në momentin emrin e gjetët kollajt? Kollaj emrin. Probleme s'kishte, ishte qetë, mirë, rregull. Qytetarët vinë të votojnë mos ta humbin rastin e votën. Edhe ka qenë suksese. Të fitoft më i miri. Duhet marrim pjesën, nuk ka rrugë tjetër, pa votu nuk mund zgjedhim ata që duhet. Don Zoti fitojnë ato që punojnë për popullin, më rëndësishme. Kishte ndonjë problem me emrin në listë, ke gjetë kollaj? Jo, nuk ka ndonjë problem. Jo, nuk ka problem. Në qarkun e Kukësit janë të regjistruar gjithsej 81.804 votues të shpërndarë në 139 qendra votime.